Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë për vitin ju. Ju përshëndesim me përshëndetjen më të mirë të banorëve të tokës, po dhe të banorëve të xhenetit. Allahu xhelaluhu një ditë kur jemi në prag të hyrjes në xhenet, bashkë me këtë përshëndetje do t'i përshëndes gjithë krijesa. Dhe e përmend Kur'anin e Madhëshëm dhe thotë selamun qawlan min Rabbir Rahim. Paqë të gjithë ju nga Zoti juaj, mëshirosini. Mos i harroni se një ditë këto fjalë juve do t'ju kujtohen. Por problemi është se po kujtohen aty edhe pa vepruar këtu. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pendimi më i keq është kur nuk po të bëj më. Çfarë do të thotë kjo? Ja mora jetën tjetër edhe pa pendohesh, shumë vonë. Ose si do të thënë, e kalove jetën pa punuar si gjohish. Pa e ditë se ka Ramazan, ka ditë xhumaje, ka namaz. Edhe zbona si gjohë, terdi vdekja, edhe me drejt thonë sa plejt vjetër. Kjo jetë kishte qenë kashë. Të vërtetë thonë, ka t'i ka shku. Hak bu, bjerë gjonë. Asë si gjonë tjetër bote. Vëllaj nuk rahasohet me kashë. Sepse kashë e adhurën Zotin e përmend Zotin si që t'in Allahu, por kafshët në i kalon në dispozicion. Të shti po e shifin të po vend drejt në gushtimi. Po marohen ditët. Po në marohen edhe 10 ditë. E filluam dhe po në marohen sonë dhe 93. Dhe kur themi po marohen, si do të them, duhet poni gara dhe vetën tuj për punë të mira. Me nëllu vetëm me çdo punë keqe, por me nëllu seriozisht. Çdo gjë mund të presë këtë botë. Çdo gjë mund të vënohet në këtë botë. Lehet për nesër. Vetëm adhurimet nuk lehet për nesër. Dita e Ramazanit nuk lehet për nesër. A e dini se një njeri ka thonë, rreth 20 vjetësh veç pas një gjetë Ramazanit tjetër. Se ke për të ma pa adhurimin. I erë vdekje, nuk ka qenë me asë dirë. Por që për thonë ka thonë, aja është në banes gorit, unë jenë këtu sot. Pra shifin sa kënjeshtër e vetë vetës, shalene, ma shof shburnin thë, vetëm pas më gjerit të Ramazanit tjetër. Kaloj Ramazan, së të rajnë shëjtanë. I herë sa ti e shiri, thot, mas qaj këtë. Qdo ti më qa mirë, thot. S'kene që në përit. Nikjo, që i thot pra? Pasha Zotin mos kone gjej. Po t'je i rirë ku. Pa pretër se ke ku, shioj e jetën i jetë. Bredh ka të monesh me bredh, në për burgje, jashtë burgje, në për tëve, në për alkohole, në për prostituta, në për shpejnata të mshoj. Derisa, thot poplit ngelesh, me nej humë të më zënë. Vazhdoj thot, sa ta shofi që shkët 25, ti më sunat më. Nuk po të bi edhe për Zotin, i në gjëjtë sa morë të vjetë, po hoqë. Meru më nëj tri, nes në po të bi mo, në shkuje jona. Shiveri, kuj dimi këto? Në i tregon pejgamberi, sa vërës. Vëllaj, në i tregon libri Zotin. Pra, thamë që po vim drejtë mështnimi. Pra në 5-6 ditë, për 9-4. Aq favore në ka bojnë më dhe Zotë Gjellë hu. Kërshi jetës shkurtër që ne kina, 6 veç, 7 veç, 8 veç. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dorëzoi 63 për vete. Agjinoi gjithsej në Ramazan. Në njërit për i neshe për jush mund t'i takuj me agjeru ma shumë. Mund t'i takuj me qëllu 10 net kadri, 20 net kadri, më 20 vjetëresht. 30 vjetëri, në favorat më dhe. Po me qenë se ne kemi jërë të në shkurtëm,
A e dini se që të regohet? Hazreti Sulejmani, Allahu më shëroft, ka qenë pejgamberi Zotit. Dhe ka adhuru Zotin 500 muaj. Edhe një tjetër, i dërguar dhe i dashur i Zotit, Dhulkarnejni, Allahu më shëroft, edhe këj 500 muaj e ka adhuru Zotin. Edhe kur ju treguj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtyre, ata mendën shtamur. Do të thonë i bje 40 e sa vjetë. Me vrap vjen Gjibrili. O pejgamberi Zotit, urdhëra natë në kadri. Edhe është e kapitulli i shkurtër, Hoxha Haxhi Zotit bekohet e këna shpesh në namazin e vitrit. Inna anzalnahu fi lejletil qadr. Me të vërtetë thot, ne zbritëm atë në natën e kadrit. Wa ma adraka ma lejletul qadr. A di ti çfarë ishte nata e kadrit? Nata e kadrit është bereqeti i madh. Falja e madhe, mëshira e madhe. E solli Gjibrili edhe faqe nata e kadrit është lejletul qadr khairun min alfi shahr. Më mirë se sa i muaj. Më mirë se sa i muaj. Të është si Hazreti Sulejmani 20 vjetë, dhe më thonë 500 muaj. Edhe Dhulkarnejni 500 muaj, ne 1000 muaj për 3 orë. A shimi? Me u mbledh bota me gjinohu për ty. Me u mbledh bota me adhuru Zotin për ty, e me thonë ja kam adhuru filonin, nuk e rritë. Kurse ty, bashkë me mu, me gjithë se jetë a shkurtën, urdhëra thëmë. Merë. Ju të regon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për një njëri tjetër. Në kohën e Beni Israilit ka qenë të ky. Ky ka ne 1000 muaj me shpatë në dorë. 84 vjetë duke luftu të shtrenjtë. Që të vehet drejtësia Zotit në vend. Kur e kanë gjuhë sahabët, kur e kanë gjuhë luftetarët musliman kanë ngellë parë. O, Zot, ja Rasulullah, si mund të arrijmë në kësi gradash? Këtë rejnë njëri 84 vjetë,